Krevat shqiptare dikur e kanë pasur një lloj autonomie kulturore. Sot, takimet e zyrtarëve shtetëror konsiderohen thjesht formale, pa rezultate në art e kulturë. Skena e pavarur kulturore e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë janë të pasura, por nuk ka bashkëpunime. Në debatin për një nga çështjet më të ndjeshme të hapësirës shqiptare, raporti midis afërsisë kulturore dhe mungesës së bashkëpunimit konkret, është vlerësuar se në vend të Shqipërisë ka më shumë projekte për bashkëpunim me Serbinë e vendet tjera të Ballkanit. Në kuadër të serisë së debateve publike, fuqizimi i kulturës të Kafe Galerisë Hani Dy Robertove u diskutua mbi paradokset e kulturës që shpesh deklarohet e përbashkët, por rrallë funksionon si e tillë. Në diskutimin me temë ndërlidhjet kulturore shqiptare, të njëjtën brama u tha se dy vendet ka nevojë për bashkëpunim, sepse kjo i nevojitet identitetit historik e kulturor për të funksionuar si kulturë e përbashkët. Kështu ka deklaruar shkrimtari Ag Apolloni, i cili e ka vendosur këtë çështje në një plan më të gjerë konceptual. Kultura vetë si term është shumë i gjanë edhe shumë i larmishëm, shumë divers. Dhe vetë fjala komb, si pas Ismail Kadares, është një përzierje, kombinacion, e lidhë kështu me komb, kombinacion, mandej shkon të fjala nyje, dhe është kur më lidhet komb diçka në fyt, pra kur më lidhet, në themi në Kosovë, kur më ka lidhë diçka nyje në fyt, dhe kur e shpjegon kombinacionin si term. Pra, a i thot se na jemi një farë nyje në shqiptarët, krejt jemi të lidhun kështu, edhe kur spajtohemi problematikisht jemi të lidhun, pas gjithshëm, edhe kështu që edhe të mirat edhe të këqijat i kemi të përbashkëta me pjesën andej kufirit që tashma se ka atë peshën që kishte dikur. E rëndësishme është që tashma kufini ka mbet diçka krejt formal, po realisht kufi kulturor s'kemi pas kur. Duke vlerësuar kulturën si një lidhje që i tejkalon kufit politik, ka thënë se e para mund të shërbejë si model për politikën. Politika sado që e ka nda tokën, terrenin, gjeografin, e ka nda në shumë pjesë, kulturalisht ne kemi qëllu ma të fort se politika. Dhe ndoshta është kjo një arsye që nëpërmjet kulturës me i dhanë një model politikës. Pasi jemi model më i fort se modeli politik. Modeli politik është shumë i përqallë, edhe aktualisht, edhe historikisht. Nëse nisim jo vetëm prej kohës menjëherë prej vdekjes së Skënderbeut, po edhe te Ilirët nëse shkojmë. Është thënë se edhe në forma të artit shpesh është vlerësuar se skena artistike e Shqipërisë e shih teatrat të Kosovës si më të përparuar, ndërkohë që ajo e Shqipërisë kishte ngecur paksa si rrjedhoj e sistemit komunist. Kështu është shprehur edhe kuratorja Blerta Hoxhia në debat. Në perspektivën e Shqipërisë, arti kosovar, ose artistët që kanë dalë nga komunizmi ose edhe nga pas lufta, në perspektivën e artistëve të Shqipërisë janë dukur gjithmonë më të informuar, më të dalë në botë edhe më bashkohor. Domethënë, më të njohur me praktikat bashkohore se çfarë ndodh në botë në kohën kur po flasim. Ndërsa artistët në Shqipëri, brezi artistëve në Shqipëri, e ka vuajtur gjithmonë atë mbylljen mbi 50 vjeçare të komunizmit, pastaj pjesën e tranzicionit që nuk është kryer kurrë, nuk është bërë kurrë një ballafaqim i shëndosh me të kaluarën në Shqipëri, sepse edhe historik ndryshojnë. E ka ilustruar këtë me rrëfime artistësh që ende jetojnë pranë persekutorëve të tyre. Unë kam rastisur me artistë të brezit më të vjetër, që e kanë jetuar periudhën e komunizmit edhe të gjithë
atë mbyllje dhe atë terror, edhe psikologjik, po edhe të vërtet, dhe kanë vuajtur edhe internime, edhe burgime, etj. Për shkak të ideve politike, dhe disa nga ata kanë treguar që ata e njohin torturusin e tyre, ose spionin e tyre, për shembull e kanë pas komshi, por nuk mund t'i bëjnë asgjë. Do thënë, kjo është ajo drejtësia e munguar e një procesi që vazhdon të mbartet. Do thënë, e kaluara vazhdon të na ndjekë sepse nuk është e zgjidhur kurrë. Filozofja e kritiku i artit Shkelzen Maliqi është shprehur se është mirë të dihet se ku është kultura shqiptare sot. Mëne kanë qenë edhe përpjekjet e dy qeverive me bo një vendos një raport kulturor. Këto birokracitë gjatë ja nisin diçka, bëjnë të projekte intelektuale, por nuk po ka efekt. Edhe disi edhe ka jemi afru, edhe jemi komunikojme me diçka, po diçka dhe po mungon aty. Nuk ka një farë supportin normal. Dhe me kemë shumë aktive skenën e pavarë kulturore në Kosovë, aktive se këto që është të thëmë petrore publike. Edhe Shqipni ashtu ka përvret kjo lloj dinamike, jo që s'ka bashkëpunime, po nuk po ka për shembull fonde të orientume që të mundesh me konkuru prej këtu atjes, ma shumë ka projekte për bashkëpunim rajonal, për shembull me bashkëpunim edhe me Serbia dhe me këto vende tjera të Ballkanit, se sa ndërshqiptare ose me sa di, as Kosova ka pak po edhe për Shqipërinë nuk di, për asë për këthime të këto sen nuk mundesh për këtujt me konkurën në Shqipëni ose është me përkryne dhe për thjeshti jenë shumë se në që mundën më bisedu. Gazetari Dritan Dragusha ka konsideruar se kultura ndërshqiptare është në paradoks. Mbaj mend se kam edhe në do vjet, njerëzit të flisnin për librat që vinin prej Shqipërisë. Zatën këtu ka qenë një periudhë kur edhe dënoheshin njerëz për libra caktum, kurse sot nuk na pengon kur gjë, asgjë s'na pengon, po ka vështërsi. Angu e përmeni Kadare, se Kadare është një farë pëlhure që e mlon problemin, po shkrimtarët e Kosovës, me atë shkojnë për shtypjet e mija, mund t'jenë gabume, shkrimtarët e Kosovës nuk është se janë të pranishëm shumë shkrimtarët ose kultura e Kosovës, përveç disa fusha caktume, nuk janë shumë të pranishëm në Shqipëri. Ka një spaku si një përshtypje, mund tjetë o që shpo të blerët, apo ka një përshtypje të një farë paternalizmi, që edhe në kulturë mund të vjenë. Tash, me qënë se i takoj një tradite në aspekti religiöz shumë të koklavit, shumë konfesiale, shumë... Ne nuk kemi mendojnë, ne s'kemi mundur të ndërtojmë ose të kultivojmë një trashëgimi kulturore të përbashkët. Si përfundimi i ngjarjes ka qenë konstatimi se nuk ka mungesë idesh e vullnet individual për një skenë kulturore të përbashkët, por se boshllëku institucional dhe politik e pengon atë që duhet të jetë një, por që nuk funksionon si e tillë.